Përmbyllet faza e parë e programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, ku janë trajnuar më shumë se 10.000 mësues. Ky program synon rritjen e kapaciteteve të tyre në fushat prioritare të arsimit, gjuhë shqipe, matematik, shkenca dhe teknologji, si dhe në aftësinë ndërdisiplinore. Është një prioritet rritja e kapaciteteve të mësuesve tanë dhe edukimi në vazhdimin e tyre. Mbetet një rëndësi parsorë sa i përket cilësisë së arsimit, pikërisht mbështetja afatgjatë e mësuesve tanë, përsa i përket trajnimeve dhe metodave efektive dhe inovatore të mësimdhënies, të cilat janë përfshirë në ombrellën e një programi kombëtar të zhvillimit profesional, me synimin për të trajnuar në këtë vit rreth 16.000 mësues dhe për të realizuar një qëllim madhor, ato të rritjes aftësive të mësuesve dhe të pasurimit të gjithë metodave efektive të mësimdhënies përmes trajnimeve nga pedagogët e stafeve të universiteteve tonë. 7 universitete publike janë të përfshira, janë rreth 200 pedagogët të përfshirë në këtë proces të madh të edukimit në vazhdim, i cili bën bashkë arsimtarët tanë të gjithë cikleve të arsimit. Unë jam e kënaqur që sot asistoj në një prej trajnimeve ku mësues të arsimit fillor janë tashmë në përfundim të ditës së dytë të modulit të trajnimit që ju jeni duke ofruar. Dhe nga ana tjetër, në të gjithë vendin ne kemi trajnuar më shumë se 10.000 mësues. Këto trajnime janë pjesë e edukimit në vazhdim, e një platforme që do të vijojë. Ne po punojmë gjithashtu edhe për programin e ardhshëm 2026-2028, një cikël i cili do të ofrojë jo vetëm module të reja të edukimit në vazhdim, do të ketë më shumë përputhshmëri edhe me kurrikulën që ne jemi duke punuar, por mbi të gjitha për t'ju pajisur ju me aftësitë e nevojshme që kërkon pra mësimdhënia moderne. Programi kombëtar i zhvillimit profesional të mësuesve është një program i Ministrisë së Arsimit në bashkëpunim me universitetet publike për të ndërtuar një sistem të qëndrueshëm trajnimesh në mbështetje të zhvillimit profesional të mësuesve dhe përmirësimit të cilësisë së arsimit në vendin tonë.